Zoti, seksi dhe BE-ja nuk parashikohen, deklaroi Rama. Pyetja është e thjeshtë. Po me seksin ç'pati? Këta pyetni Ramën. Nuk e di. Po, ai është një potent si politik, e ke parë si ka ravitet pas njëri t'i lpin dorën, tjetri kamerë. O, shoku, ai është pa dinjitet mërzotni. Është pa dinjitet, ai është pa turp, ai s'do kombaj. Tani e shofën, e kanë temen me kokra, gjynë me gurë. E ka me eti. Shu si edhe Shqipëria, kur thonë, ne kemi pasi fatëzi, qysh se kemi dreqin komshi. Këj gjati mënohet me baj gjapa, dërsa kemi dreqin komshi. Kush është drejqi në këtë rast? Komshit. Me seksin ç'pati? Po bën dhe bejnë, s'parashikohet, atëre kotë që u marrë kemi në. Atëherë çfarë bëjmë? Unë them që parashikohet. Parashikohet. Beja, BE-ja. Po ajo tjetra? për mua zot s'ka. Treta pastaj Zot ka. personal. Po kundërshtoj. Mirë ti kundërshtoj, ma unë kundërshtoj që s'ka. Po unë kundërshtoj me argumenta që ka. Unë me argumenta që s'ka. Jam ateisti, thekur. Me seksin ç'pati? Nga seksi dalin njerëzit. Po s'pati seks ka. Se nga seksi dalin, Pa, Normal, se dalin nga pema. edhe zështë, Po, edhe gjerpeti. gjithë komplet. Po. Të gjithë nga... Po nuk pati seks, nuk ka asgjë. Po je për ne pesh, ne e kena myllat, e ka 50, po. Këto janë tema politike. Po, janë të thëna nga një politikan, dhe në kohë, edhe në valë protestash. Edhe politikani ka një lloj drejtës, si neve për shumë që protestojmë. Me seksin ç'pati? O mirë ka, lidhje për bashkë, atë ka pas e pikë se ka pas tamam. Nuk parashikohet BE-ja. Janë mashtrues ata. Ashtu i kanë Po thonë. seksi? Po lidhoje në barazim ata. Edhe ai nuk parashikohet. Zoti, seksi dhe BE-ja nuk parashikohen. Me seksin ç'pati? Lani shpifet e që flasin tjertë. Se s'ka thënë. Njeri i linën talent. Rama, e kuptoj. Këto protesta si i shikoni? Ndopta, Të dopta. shumë. Si Savati Kines. Janë kurdis. Kurdisme. Me seksin ç'pati? Vëllai, no comment. E pra. No comment. Kryeministri ka idetë e veta, mendimet e veta dhe pavarësisht ai esën përpara. Po mirë ka se BE-ja nuk parashikohet. Po. Edhe seksi nuk parashikohet, apo parashikohet? Po jo nuk parashikohet fare, se çdo gjë vjen momentale. Vjen momentale. Me seksin ç'pati? Këte nuk jam gjendë të këtej përgjigje, por unë do të isha totalisht kundër asaj që thonë ata të venin në spital ushtarak që thonë për punë hormonësh, horleshësh. Ne jemi njerëzër, jemi kafshmër. Qa janë këto pisliqet që bëjnë politikanë tonë. Nuk e duhem Evropën me këtë lloj hyrje. Duhet të shkojmë në Evropë me ballin lartë, jo me bytë sharë, si duhet të çojnë këta.